Ky është Alket Zeqollari, një 14 vjeçar pogradecar, i cili po dëshmon se pasioni dhe inteligjenca nuk kanë moshë. Ndryshe nga bashkëmoshatarët e tij, që internetin e përdorin kryesisht për rrjete sociale si TikToku apo Snapchati, Alketi ka zgjedhur të shfrytëzojë teknologjinë për të mësuar, eksperimentuar dhe krijuar. Së fundmi, ai ka ndërtuar një radar funksional që përmes valve arrin të detektojë objekte dhe njerëz në lëvizje. Sipas tij, ky është një prototip, por në versionin përfundimtar do të mund të sinjalizojë në kohë reale çdo person të panjohur që afrohet banesave apo institucioneve. I apasionuar pas programeve të kodimit, Alketi po punon tashmë për ta zhndëruar prototipin në një pajisje të plot, duke synuar që së shpejti të krijojë edhe aplikacionin shoqërues për përdorimin praktik. Ky është një radar i cili përdor frekuencat e valve për të matur distancën e objekteve të detektuar. Siç kemi këtu, kemi Arduino, ky është, si ta themi, truri i gjithë këtij projekti. Ky projekt është në fazën e parë, është një prototip, por nëse ne mund të përdorim pajisje më të mira dhe më të avancuara, sepse në këtë projekt është përdorur një sensor i cili ka deri në 40 cm. Nëse përdorim një sensor që ka në një largësi akoma më të madhe, mund ta përdorim në shtëpi, në biznese, në fabrika, uzina, për arsye të ndryshme, por arsyeja kryesore është siguria. Pra, një ambient i sigurt për të gjithë. Në shkollat e Pogradecit ka edhe shumë vajza e djemë si Alketi që eksperimentojnë me programin dhe pajisjet teknologjike. Megjithatë, mungesa e mbështetjes reale nga institucionet përkatëse si Ministria e Arsimit apo ajo e Inovacionit mbeten një pengesë për zhvillimin e mëtejshëm të këtyre ideve të vlefshme. Gjithë punonësit që punojnë për shembull në një fabrikë ose në një uzinë janë të lejuar dhe të autorizuar që të aksesojnë mjediset e fabrikës. Dhe nëse në programin e këtij projekti nuk është i autorizuar personi që hyn në fabrikë ose në uzinë, atëherë ndalohet autorizimi dhe nuk ka akses që të hyjë. Po atëherë kam menduar që ta vazhdoj si projekt, pasi ky është vetëm një prototip dhe besoj ka kosto për pajisje që kanë një teknologji më të zhvilluar dhe kërkojnë më shumë kosto, por besoj se dhe do të ndërtoj dhe aplikacionin ku mund të aksesueshëm për të gjithë që blejnë këtë pajisje. Të rinj si Alket Zeqollari tregojnë se ardhmja e teknologjisë shqiptare mund të ndërtohet me talente, pasion dhe përkushtim nëse marrin vëmendjen dhe ndihmën e duhur nga shteti.